Fituan leje qëndrimi në Itali me dokumenta false, arrestohen 2 vëllezrit për vrasjen e vitit 1999 në Lushnjë. Pas një bashkëpunimi mes autoriteteve shqiptare dhe ato italiane, janë vënë në pranga 2 vëllezër të cilët akuzoheshin për një vrasje të kryer në Lushnjë në vitin 1999. Pas vdekjes së vllajt tjetër të tyre, dyshja kishte vendosur të merrte drejtësi në duar dhe të merrnin hak. Vëllezrit, të dënuar me 32 vjet burgim, kishin siguruar leje qëndrimi në Itali duke përdorur identitete false. AM 60 vjeç dhe AM 54 vjeç ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata rrethi gjyqësor Lushnjë në vitin 2001 i ka dënuar për veprat penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe përdorim i armëve shpërthyese dhe i municionit. I pari ishte dënuar me 15 vjet e 6 muaj burgim, 16 vjet dhe 6 muaj burgim, më datë 12/9/1999. Në Lushnjë, 2 shtetasit vranë për motive gjakmarrje shtetasin RM, i cili vdiq në vitin 1997. Kishte vrarë vëllain e tyre shtetasin SM, thot policia. Identiteti i tyre u mundësua si rezultat i një pune intensive duke përdorur teknologjitë më të fundit të identifikimit biometrik nga specialistët e drejtorisë së Interpolit. Vijon bashkëpunimi me homologët italian për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 2 shtetasve në Shqipëri.